Okej, me kthyer në studio për të kaluar në tjetër moment. Unë tashmë kam zarfin në duar me emrin e fermerit që duhet të largohet, por thash emrat për shkak sepse do të ecim me 3 personat e parë të shpëtuar nga ky televotim. Përzgjedhja është rastësor, ju tashmë e dini dhe unë jam gati që t'ja komunikoj atyre. Më çoni pak tek arenat, lutem. Fermer, jam sërish me ju. I kërkoj të 5 të nominuarve të 5 të nominuar, hajde. vendosën në mes të arenës, ju lutem. Hajde. Shkojmë çka ka vendosur sovrani. Gati, aty në mes. Ku në mes? Në mes po aty. Sa jo? Besoj del Gani. Kam në duar zarfin dhe do ju komunikoj tani emrat e personave që shpëtojnë nga ky televotim. Rënditja është rastësore. Ska lidhje. Jam i qartë. Po, shumë i qartë. Fermeri i parë që do të vazhdoj rrugtimin e tij në ferma VIP 2 është Big Pasta. Uri me Big Pasta. Faleminderit. Ja vështirë, koko. Fermeri i dytë që do të ketë mundësinë ta vazhdoj rrugtimin e tij në ferma VIP 2 është Erandi. Fermeri i tretë që do ta vazhdoj rrugtimin e tij sonte në ferma VIP 2 është Andrea. Uri me Erand, uri me Andrea. I kërkoj yllit dhe Ganis të më presin aty. Në që të jem? Mos lëvizni ju lutem. Jo, qëfar? Kthehemi në studio. Ama setrën. Vetëm pas pak. Sigurohem që nuk dëgjojmë tek ata, vetëm pas pak do të kemi mundësinë të njihemi me emrin e atij që sonte le përfundimisht fermën. Faleminderit shumë. Ndërkohë që pikërisht aty ku e kam, aty do e vazhdojmë. Por para se të shkojmë atje, Zhaku, Ylli dhe Gania. Kok më kok në këtë moment. Mendoj se Gania është më e rrezikuar. Vjen keq për Yllin që pati këtë moment kaq delikat, edhe një goditje poshtë brezi nga një partner që ka patur kaq vite. Normalisht pajtohem me mesazhin tënd, kur kalon kaq shumë kohë duhet përcjellim të paktën respekt për njëri tjetrin. Besoj se Gania është më i rrezikuar. Ylli është shumë aktiv në atë mënyrën e vet, mbase nuk është aq protagonist i fortë sa disa të tjerë. Megjithatë është djalë shumë i mirë, shumë i respektueshëm, shumë i sjellshëm dhe punëtor. Shemë të rrezikuar Ganin, Castro? Unë fillim thash Yllin, pavarësisht që klipi i tij nuk ndikon në gjithë televotimin. Absolutisht televotimi u mbyll përpara se të transmetohej klip. Unë e thash pak si me disa figura letrare që parë, mendoj që Ylli është një kontribues shumë i fortë, aktiv fizik në atë fermë, kështu që mendoj që njerëzit më i rrezikuar është Gania. Edhe ti she Ganin më të rrezikuar. Tani që mendoj, po. Okej. Shkojmë tek arena. Unë tashmë vendimin e kam, kështu që do e ndaj me ta. Fermer, jam me ju për momentin kulminant të mbrëmjes për të ndarë me ju vendimin
dhe verdiktin final të publikut. Jemi gati? Fermeri që humbet përfundimisht statusin dhe që duhet të largohet sonte nga ferma VIP është Gania. Gani më vjen keq. Ata Lona, para se ti përqafoj, duat që falenderoj për zëmërsisht gjithve, u ko një për eksperienca më të mirë, aja që kam penalizoj, unë e kom diskutu shumë me banorët, ka qenë mendoj cigarja, mi ka lidhë ko me dur, nuk u mujtë me lujt lirëshëm, edhe do të mbetet një prej sanëve më të bukura, do të mungojnë fermerët, ju dua shumë juve atje. Faleminderit Gani. Po qafoj gjithë se cilin brejtyna më për largohen. Ju dua. Faleminderit që zgjidh ta mbyllësh me këto fjalë rrugtimin tënd. Gani ti po qafo me fermerët, por unë të pres në studio, a? E para kjo. Ju dua shumë. Hajde, sukses dhe bënë më mirë. Dhe e dyta Albano, nëse je aty mos ma le të më iki Gania se më duhet. Më staninë. Më staninë. Fredi. O zanë. Faleminderit. Gani, Hajde. të lutem përpara se të takosh pjesën tjetër, se do të le kohën tënde. Prit për të Luana një sekundë. E put pas tëndoj. Përpara se të takosh pjesën tjetër, do ta le kohën të takosh të gjithë pa diskutim, por kam nevojë të më bësh gjën shumë të rëndësishme që po ashtu ndryshon dinamikat në ferma VIP. Edhe pse sonte po largohesh, kujt ja jep ti titullin kryefermer? Atëherë, Big Mama. Big Mama është kryefermerja e re, urime Big Mama. Tani po qafo dhe të pres këtu. Hajde, shio me. Hajde, bënë ma. Bënë ma hajde që, hajde të gjafër i do. Hajde, falenderit zamër. Ylli, hajde zamër, urime. Urime, hajde, bënë ma të mjera. Hajde të jo. Oj, pa Allah, jo, pavarësisht të deshtë me unë pavarësishtën. Hej, ju dua shumë. Hajde, jeni ma të mirë, bënë ma të mirë. Hajde, virë. Hajde. Se zemra se ma prana në gajeretin. Hajde. Këtë cigare. Qenë një mani. Gani. Një gjysë, të kam amanet. Tako. Kthehemi në studio. Dhe po, ja qëlluat. E mira, unë personalisht do doja që deri në ditën e fundit të projektit ata të ishin gjithë bashkë, se dashur pa dashur, unë personalisht jam afeksionuar. Pavarësisht që këtu duhet të mbajmë disa balanca, le të themi, në trajtimin e secilit prej tyre. Por në fund kjo është gara. Dhe janë duke garuar drejt një qëllimi, drejt një çmimi dhe vetëm njëri prej tyre duhet jetë fitues.